Pasuria e familjeve në Greqi ka posuar në një mëkombje të jashtëzakonshme që nga viti 2022, masetet që kanë rikuperuar një pjesë të madhe të humbjeve të shkaktuara gjatë krizës ekonomike 10-vjeçare. Të dhënat nga Banka Qendrore Evropiane tregojnë se pasuria e përgjithshme e familjeve tekaloi 1 trilion euro në 3 mujorin e parë të vitit 2025, duke arritur nivelin më të lartë që nga viti 2011. Në fillim të vitit 2018, kur ekonomia greke nisi të rrimë këmbëj, pasuria totale bruto e familjeve ishte rreth 800 miliardë euro me asetet jo financiare, kryesisht prona dhe kapital biznesi që përbënin 73% të totalet, ndërsa asetet financiare 27%. Ndërsa në vitin 2025, pasuria totale rëzgjeruar me më shumë se 200 miliardë euro e nxitur nga rritja e vlerës së aseteve dhe pjesërisht nga krijimi i pasurisë së re me asetet financiare që arritën 33% të totalet. Të gjitha kategoritë shtuan vlerën, por asetet financiare u rritën më shpejt duke reflektuar përmirësimin e vlerësimeve të kreditit. Bizneset shënuan zgjerimin më të madh të ndjekura nga fondet e investimit, obligacionet dhe aksionet e listuara, ndërsa depozitat dhe produktet e sigurimeve të jetës mbeten relativisht të qëndrueshme. Për 90% të familjeve greke, pasuria vazhdon të jetë e përqendruar kryesisht në pasuri të paluajtshme, si pasojë e nivelit të lartë të pronësisë së banesave në vend, e plotësuar nga depozitat dhe asetet financiare të bizneseve. Midis 10% më të pasurve të familjeve, asetet janë më të diversifikuara me raportin mes pasurisë jo financiare dhe asaj financiare të ngushtuar në 55% dhe 45%. Ndërsa instrumentet financiare si obligacionet, aksionet, fondet e investime dhe sigurimet e jetës përfaqësojnë 13% të pasurisë së tyre totale.